hanet ose me hotelet për të parë se si kanë qenë ato në qytetrimin islam. Sigurisht se janë të njohura që herët, për arsye se në një farë forme për këto shtëpitë cilat kanë qenë shoqërore, nuk mund t'i quaj për shkak të termit tash jo të hishëm shtëpi publike, por ato kanë qenë shtëpi të përgjithshme, ka luduar edhe Kur'ani famlar. Për shembull, Allahu xhallahu ala ka thënë leysa aleikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskuna. Nuk keni mëkat nëse ju hyni në shtëpi të cilat janë të pabanuara. Dhe thot vazhdon ajeti kuranor fiha mata'un lakum, në cilat jo mund të keni dobi, mund të keni përfitime. Imam Taberiu, njëri nga kolosat e tefsirit të Kuranit, thot se për qëllim është të hyhet në ato shtëpi të cilat nuk kanë banor të caktuar. Pra ne kemi shtëpit private cilat kanë banor, ndërsa hotelet nuk kanë banor të caktuar. Dhe nga këto në vazhdim të shpjegimit është thënë se për qëllim janë edhe hanët ose hotelet, pra vendet në të cilat njerëzit hyjnë për nevojat e tyre. Në fillim të qytetrimit islam, këto objekte ose këto vendbanime kanë qenë pothuajse të lira, pa pagesë, për arsye se përmendet që shumë njerëz i kanë ndërtuar ato në kuadër të asaj që kanë quajtur vakf. Pra e kanë lënë për hir të Allahut xhallahu ala, i kanë ndërtuar për njerëz të cilët kanë udhëtuar ta zëm gjatë natës dhe kanë qenë të huaj në një vend, kanë hyrë dhe kanë banuar aty. Por ajo që duhet përmend dhe që është e rëndësishme këtu, është se përveç kësaj është përmendur që këto objekte kanë qenë të ndërtuara në rrugë në të cilat ka patur një qarkullim më të madh, në rrugë që zakonisht është bërë tregti dhe që kanë ardhur për shkëmbim mallrash, kanë ardhur edhe tregtar nga vende të ndryshme, nga vende të larta, dhe kjo ka diktuar nevojën që ata edhe të gjejnë një vend për të kaluar natën, për të buajtur. Pastaj përmendet se këto shtëpi kanë qenë ekskluzive edhe për studentët, kanë qenë një lloj bujtine për studentët. Përmendet se në kohën kur studentët kanë patur provime ose kanë patur për të dhe ndonjë lëndë ose ndonjë gjë të ngjashme me këtë, kanë shkuar dhe janë përgatitur në këto shtëpi. Pra kanë qenë disi më të izoluara, nuk i ka penguar askush dhe aty kanë gjetur një lehtësim më të madh për të lexuar, për të përgatitur qoftë për provime, qoftë për gjëra të tjera. Por si objekte, për shembull përmendet se nga Spanja kishte ardhur një student për të mësuar në Bagdad tek Imam Ahmedi, dhe duke qenë se largësia ishte tetë e madhe, ky student kishte banuar në këtë hotel. Dhe jo vetëm studentët, me kalimin e kohës, gjithsesi se këto do të marrin traj tjetër, janë shfrytzuar edhe nga pushtetarët, janë shfrytzuar edhe nga liderët, të cilët me rastin e udhëtimeve të ndryshme që nuk kanë mundur të kryen brenda ditës, kanë shkuar dhe kanë kaluar natën në këto hotele ose këto bujtina. Përmendet si karakteristikë se këto bujtina kanë patur edhe kuzhinat e tyre, se dhe kanë patur një sektor të veçantë për ruajtjen e gjësendeve me vlerë.